Po, patjetër që nga fillimi kemi dyshuar se në veri mund t'jenë prej 2-3 deri në 4 vend varreza masive në Serbi. Pse po e thëmë këta? Ne kemi shkuar disa herë me Jashar Jupin, ish komandantin e ndjerë të policisë për krime luftë dhe unë mikun në atë vend dhe kemi vizitu vetëm shishim, kështu. Nuk kemi pas mjete që të mujmë të hullumtojmë diçka ma tutje, sepse ish kompetence e unë mikut, kompetencat e policisë tonë ishin jashtëzakonisht vogla, nuk ishmi në një teknikë që ne mujmi me zbulu, se më rëmën s'kem pas as një aparat, se limo tjetër. Por du të lidhi këte edhe me korpusin e Uzhicës, do të një materiali cili është zonë në pjesën e Podujevës, thëtë edhe dëshmitari, cili flet për ata, thëtë ne pas gjithë aksionit që kemi marrë, vrasjet, plashkitjet, djegjet, debimet, gjithë ato, thëtë ne e kemi pas të obligun togu i jonë. Ata e shujnë në serbisht në sanaci e terena, spastrimin e terenit. Do të spastrimi i tereni është që do të mbledh trupat, i mbledh të gjithë trupat, ku janë, ose i vorros, ose i merr i bardh. I qënë me një vend, një lokacion, i vorros dhe të evidentu mirë, me numër, me kejt. Edhe me fshatra, se nësajnë morën që të fshatë sërnë ata. Plus, aty nëzirën në evidenca, djegja të shpia, domeve materiale, shtaz, do me thonë lëp, veqa, vend, deri mocën janë të obligu me regjistruhe, se është spastrimi terenit aj. Edhe aj vetë thëtë të kër i kemi ngarku trupat në kamion, të Kërshi Dudës, do të tëtë, jemi nalë, komandanti i korpusit të tëtë pravac Brevenik. Tash, ku është Breveniki? Unë nuk e di ke asaj që ku është, është Aferashka, është në brendësit Kosovët, nuk e di ke, për unë kër e kum lypë në hartë më ka dalë, do të tëtë në periferi Trashkës. Dhe kështu që edhe atje dyshohet se është një varrezë masive dikun rreth Rashke, por ka ma varreza masive në verit e Mitrovicës dhe këtë gjitha këtu të lovi probleme që bëhen për të ruajtur më zbulimin e këtyne varreza masive dhe kriminelve që kanë ikë prej tërë teritorit Kosovës dhe janë mshefur, do të thotë në veri. Por këtu falenderoj pikëspari prokurorin e shtetit Blerim Sufaj, i cili ka qenë kamgullës që ta bën një plan të mirë rreth procesit për zhdukjen e personave të zhdukur gjatë luftës edhe për viktimat e luftës, do të thotë. Unë kam pas disa herë kontakte me zyrtarë, qoftë ndërkombëtar dhe vendor, por veriu na patmet si anash, do të thotë, gjithherë për 23-4 intelektual të cilët janë zhduk në veri, gjithherë e kemi përmenë edhe në takime ndërkombëtare, edhe në takime regionale, do të thotë që kemi pas takim me palën serbe, po asnjëherë nuk kanë qenë të gatshëm që t'japin informacione, sepse ishte shtrëngimi i shtetit serb që kush dëshmon, do të dënohet 30 vjet burg edhe do të dënohet me 30.000 euro gjuhë. Do të pikrisht nga Ivica Dačići, që ishte, kjo është ndëgjuar edhe prej gojës tina, se për ne nuk janë problem shqiptarët e turqit e kroatët e bosnjakët, po janë problem njerëzit tanë që po tregojnë për varrezat masive. Këto e ka thonë para 4-5 vite. Edhe mjeko ligjor që kanë punu në Batajnic, do të thotë, edhe ata kanë thonë informacion që mund të ketë ende trupa në Batajnic, nuk janë eksumuar të gjitha, edhe bile shkaktari vdekjes u përcaktue të mëshëm që aty ka pas edhe organet marrë nga të zhdukurit. Do të thotë që nuk u zgjidh asnjë organ brenda në organizmin e tyre. Unë mendoj pak më ndryshe, sepse jam duke përcjellur shumë herë edhe televizionet e tyre, Serbia nuk është e interesuar të anekson Veriun, është interesuar të anekson tërësi Kosovën.
se Serbia e don Kosovën pa shqiptar. E don Kosovën pa shqiptar. Ende nacionalizmi sërb bile tashën kulminacionin matë madhë se kur ka qenë Miloševići. Ministria thot se kisha qenë në Paunovići, thot se të kisha qenë vendin e Miloševići, do të kisha pastru Kosovën me kohë. Do të ende i kanë epshet e programit të Vasa Čubrilovićit edhe Dobrica Cošićit. Do të këta sa të ekziston Serbia ka qëllim të destabilizoj Ballkanin përgjithësi, jo vetëm Kosovën dhe Shqipërinë. Po ma shqiptarët nuk janë sharragji, nuk janë rabaxhi, ne kemi kodra tafta me një polici moderne, me një polici për krime lufte jashtëzakonisht mirë, me një gjykatë speciale që i përfill kriteret edhe i përfill konventat ndërkombëtare. Ata s'njohin konvent ndërkombëtare. Çdo gjë që ka kryer Serbia në territorin e Kosovës e ka kryer shumë me paramendim në mënyrë komanduese dhe administrative. As 1 milimetër nuk e ka, do të thotë që se ka incizu, se ka bo me plan program. Për me folë për këtë çështje, nështë ta duhet me mujë, sepse janë dokumentat cilët janë zonë. Ne nuk mund flasëm veç hajtë se qashtu. Tjetër është kur e ke pa, po tjetër është kur edhe e ki edhe dokumentin, do të thotë. Tash, dyjat janë fuqi, sepse ti e ke pa me sy, edhe dokumenti për e dokumenton. Se ti ke bo krime në mënyrë administrative dhe komanduse. Dhe pik. Une për i kom paraqiten 2 deri në 3, i kom paraqiten edhe më herët kur kom folë, do të thotë, në vitin 2000, 2001, 2003. Sepse vetë veni, shtin me dyshu që veni është jashtë interesant ku, se Serbia i ka gjetë vendet ku ti mshef. Ka mshef edhe në burët kishev, i ka mshef varrezat masive në Serbia dhe mrena kazerma ushtarake, mrena pranë varrezave të sërbëve, do të thotë, jo vetëm për shqiptarët e Kosovës, po ku kam vizitu në Kroaci dhe në Bosnë ka qenë kështu. Do të thotë, me plan, çdo gjë e ka bën me plan, çdo gjë ka qenë, jo që ka qenë shtetin e dije, po ka qenë edhe kisha ortodokse në dije, se kreatori i gjithat këqijave, më në dhe se do vetë kisha ortodokse.